A merret në konsiderat talaku i parregullt? Me fjalën talak në shariatin islam emërtohet shkurëzimi apo ndarja e grave, ndërsa me fjalën i parregullt emërtohet ai talak që nuk jepet sipas normave të shariatit islam dhe quhet ndryshe talaku bidat apo talaku i shpikur nga ana e njerëzve. Ky lloj talaku merr disa forma. Njëra prej këtyre formave është talaku i dhënë në kohën e ciklit mujor dhe gjithashtu talaku i dhënë në kohën e pastërtisë, por pasi ka patur intimitet mes çiftit, dhe gjithashtu talaku i dhënë me 3 fjalë një herazi. Që të treja këto konsiderohen talak i parregullt dhe e vetmja formë e rregullt për dhënien e tij dhe për atë që e ka marrë këtë vendim është të jepet në kohën e pastërtisë pa patur intimitet mes çiftit. Dhe për sa i përket talakut të parregullt, nuk merret në konsiderat sipas mendimit më të saktë të dietarëve dhe i mbështetur fuqishëm nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, pra si talaku i dhënë në kohën e ciklit mujor, si talaku i dhënë në kohën e pastërtisë, por pasi ka patur intimitet mes çiftit, nuk merret në konsiderat, dhe po ashtu edhe talaku i dhënë me 3 fjalë një herazi nuk merret në konsiderat dhe konsiderohet vetëm një herë.